Kjo është monedha më e re shqiptare dhe më unikja. Janë vetëm 500 të tilla. Banka e Shqipërisë sapo emitoi dhe nxorri në shitje një copës të vërtet arti dedikuar 100 vjetorit të saj. Kjo monedhë përkujtimore është një histori e rrëfyer në argjend, e dizenjuar nga artistja e Bankës së Shqipërisë Brikena Berdo, me cilësi perfekte dhe e prodhuar në standarde ndërkombëtare nga Royal Dutch Mint. Por çfarë bën të veçantë këtë monedhë? E para, rrallësia. Janë prodhuar vetëm 500 copë në total. Dhe e dyta, kjo vepër arti mori plot 3 vite punë intensive nga ideimi deri tek stampimi. Ajo pasqyron historinë 100 vjeçare duke shfaqur simbolikisht 3 institucione kryesore që përfaqësojnë periudhat e Bankës së Shqipërisë. Në anën tjetër qëndron portreti i një djali me veshje popullore të Shqipërisë së Mesme, i konfiguruar në kartonedhën e parë të emituar në vitin 1926. Në të djathtë, portreti i poetit dhe adetarit Azdreni i konfiguruar në kartonedhën 10.000 lekëshe, emitimi më i fundit i Bankës së Shqipërisë. Detajet i gjejmë edhe në pjesën anësore, ku është gdhendur saktësisht 100 vjet Banka e Shqipërisë. Emitimi i kësaj monede përkujtimore vjen si pjesë e një programi të gjerë të Bankës së Shqipërisë kushtuar 100 vjetorit të saj. Detyra jonë ishte të sillnim ose të ndërthunim sa më mirë të ishte e mundur dimensionin artistik me vlerat historike të Bankës së Shqipërisë. Dhe sot që flasim, është në gjendje për t'u blerë në dispozicion të publikut pranë Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Pra, ky është një thesar i vërtet, si për koleksionistët, ashtu edhe për dashamirësit e dizajnit dhe teknologjisë së stampimit. Me vetëm 500 copë në botë, kjo është një pjesë e historisë dhe artit shqiptar që ja vlen ta kesh.